në studio. Lorek Lipoveci nga Gjakova tregon për historinë e Qarshisë së Madhe, ndryshe e njohur si Qarshia e Vjetër, e cila që nga fillimet e saj është zgjeruar duke u shndruar në një kompleks të rëndësishëm historik. Sot ajo numëron mbi 400 dyqane, ndonse gjatë historisë është përballur me sfida të mëdha, përfshirë 3 raste kur është djegur. Qarshia e Madhe, se emri saktë është Qarshia e Madhe, por në kohët e fundit po thuhet Qarshia e Vjetër, në fakt është Qarshia e Madhe, që nga fillimet e saj ka ardhur duke u zgjeruar. Do thotë me zgjerimin e qytetit ka ardhur duke u zgjeruar edhe Qarshia si kompleks historik dhe pjesë e rëndësishme të trashëgimisë sonë kombëtare. Sot ka mbi 400 dyqane dhe është ruajtur trashëgimia, është ruajtur identiteti jonë historik dhe pjesa arkitektonike e kësaj qarshie në mosën më të madhe. Edhe pse kjo qarshi spaku 3 herë gjatë historisë është djegur dhe sfundi është djegur e gjitha nga forcat serbe gjatë luftës së vitit 1999. Me 24 mars ka filluar djegja dhe gjithë qarshia pothuajse është bërë rrafsh me tokë. Po ashtu janë vrarë edhe banorët e kësaj lagje këtu, civil të pafajshëm, si dhe janë bërë dëme të konsiderueshme. Dikur në këtë qarshi lulëzonin 10 zanate dhe artizanate, ndërsa sot interesimi për to ka rënë ndjeshëm. Të paktën janë tashmë qeleshpunuesit zdruktarët dhe mjeshtrit e tjerë që dikur përbënin zemrën e saj. Cilat janë ato gjërat e vjetra që ende ruhen në qarshi? Po, në qarshi ka pas më vjetra zanate dhe artizanate të ndryshme që janë zhvilluar me shekuj. Ato kanë qenë burimore dhe banorët i kanë trashëguar brez pas brezi. Tani kohëve të fundit ka rënë për shkak sepse kemi një zhvillim teknologjik dhe interesimi për punë me zanate të vjetra disi ka rënë. Megjithatë janë mbi 10 zanate të vjetra të cilat ruhen në këtë qarshi, janë qeleshpunuesit, ata të cilët punojnë plisat vjetër, janë zdruktarët e vjetër, janë çibukçinjet të duhanit që mirën në të kaluarën ka pas koleksionues dhe ndërtues ose si themi përpunues të armëve, kanë qenë shumë të kërkuara armët që punuan në këtë qarshi. Pastaj kemi edhe esnaf, kemi edhe rrobaqepës, terzit për porën quajt. Pastaj kemi edhe teneqe punues, edhe disa zanate të cilat i kanë qëndruar kohës, por po mbahen me vështirësi të mëdha. I duhet një përkrahje e madhe. Cilat janë sfidat që përballen më shumë zanatlinjtë të këtij vendi këtu? Po tani me zhvillimin teknologjik duket se ka rënë interesimi për pjesët e historisë sonë kombëtare, ta zëm për plisat dhe rrobat kombëtare, veshjet kombëtare, zakonet dhe traditat. Dhe zanatlinjtë po përballen me vështirësi financiare, sepse këtu zanatët këtu janë biznese të vogla. Përveç rëndësisë tregtare, Qarshia e Madhe ruan edhe vlera fetare e kulturore, siç janë Xhamia e Hadumit dhe Teqja e Bektashinjeve. Monumente që dëshmojnë për bashkëjetesën dhe trashëgiminë shpirtërore të qytetit. Është 430 vite e vjetër, mas sa kemi informacione, kurse pjesa dukshmëria dhe pjesa arkitektonike, historia e saj pothuajse është e pandryshuar. Do të thotë edhe pse është djegur e gjitha në temel gjatë luftës së fundit nga forcat serbe, e gjitha është rekonstruktuar ashtu siç ka qenë, duke përfshirë edhe gjitha elementet që përbëjnë qarshinë, sepse qarshia nuk ka vetëm zanate dhe dyqane, ka Xhaminë e Hadumit, është Teqja e Bektashive, edhe xhamia dhe teqja kanë qenë të dëmtuara shumë, të djegura gjatë luftës. Pastaj është Hani i Haraqisë si objekt më rëndësi, si edhe disa pjesë tjera të cilat përbëjnë kompleksin arkitektonik dhe historik të Qarshisë së Madhe. Qarshia vizitohet kryesisht nga qytetarë të Kosovës dhe nga Shqipëria, të cilët vijnë për të përjetuar historinë, kulturën dhe atmosferën unike të saj. Kryesisht kemi vizitorë brenda vendit, do të nga gjitha qytetet e Kosovës, pastaj ka nga Republika e Shqipërisë padyshim, nga troja shqiptare gjithandej ka vizitorë, kurse ka më tepër nga Evropa perëndimore, të cilët vijnë veçanërisht për ta përjetu një ditë në qarshi kështu. Si ka mbetur tashmë Qarshia e Vjetër, edhe çka duhet bërë për ta mbrojtur edhe për ta ruajtur sa më shumë këtë vend, kaq të bukur? Po Qarshia e Vjetër është kompleks historik i cili është në mbrojtje të monumenteve të kulturës, Institutit për mbrojtje të monumenteve të kulturës në qeverinë e Kosovës. Qarshia i ka elementet e veta të cilat deri tani pothuajse i ka ruajtur, por i është mbështetur disa rekonstruksioneve pas luftës, 3 herë po bëhet që po rikonstruktohet dhe nuk po e gjen atë rehatinë e vet ashtu siç duhet jetë. Megjithatë shpresojmë që me punën e përbashkët të organeve komunale, organeve qendrore dhe qytetarëve, këto grupeve që janë të interesit
që bizneseve këtu, artizanateve këtu, do ta merr atë pamjen ashtu siç ka qenë të kaluarën, do të funksionalizohet tërësisht dhe do të jetë një pikë e cila do ta identifikojë jo vetëm Gjakovën, por edhe Kosovën.